Po ka një gjë, edhe për... Dhe pse refuzojnë këto, pse kanë kajtëron këto që kënë morin në Lasishkova, unë që kënë ta morin. Kjo autoritet, dosive, ja jep deklaratën, pse? Ka një gjë, Ilir. Jo, du them që e gjithë kjo nuk ka qenë nisme mirë, ka qenë ajo që ta shfillim, që e gjithë ajo që anodhin dhjetor ka qenë e menexhuar nga pushteti. Patjetër, këtu bie. Sepse edhe liderët e saj, Sali Berisha dolin nga Komiteti Qendror pas takimit me Xheligjonin dhe Azem Hajdari po ashtu. Ka qenë nga të rinjt. Shiko, megjithatë për të bërë pak edhe polemik dhe diskutim me ty, unë kam Italia sepse e kam jetu, i kam vjek, i njoh si personazhe, i di. Ti i një i ke përjetuar ndoshta edhe nga afër, unë i kam të lexuara me materiale, me arkiva, me dokumenta, por ka një gjë, pra aty nuk filloi mbar. Pra, u nis mbar, u bitis shumë keq dhe që nga një moment pastaj nuk mund të themi dot për një drejtësi të qartë politike, për një politikë të mirë, të pastër, sepse aty duhet nisej mirë. Dhe fakti që nuk u nis mirë, ne prandaj kemi këtë situatë ku jemi aktualisht që klasa politike mezi pastrohet, mezi ndrohet, mezi rregullohet dhe mjafton të shikosh që nga që kam punuar me njerëz që kanë qenë shumë problematik me dosje, janë të njëjtë persona që enturazhi politik i Zotit Berisha janë pothuajse të njëjtë persona që janë nga viti 92. Pra janë njerëz të cilët kanë pasur shumë probleme dhe që mbahen nuk po them shantazh, po mbahen peng dhe janë njerëz të cilët çfarë lloj situate nuk do ta trajtojnë asnjëherë Zotin Berisha, sepse në situatë ku ata kanë menduar që prekën fundin, siç ishte shëmbja e regjimit, ata patën një dorë të ngrohtë. Dora ngrohtë, e cila ata i ngriti prapë përsëri dhe i mbajti në një lojë që i bëri faktor në këto 30 vite dhe një lojë që i ka mbajtur përsëri në nivele të larta.